Kryedemokrati Sali Berisha udhëtoi mëngjesin e kësaj të enjte për të qëndruar vetëm disa orë në Bruksel në samitin e Aleancës Globale të Qendrës së Djathtë, ku do të prezantojë pretendimet e opozitës për manipulimin e zgjedhjeve, ndërkohë që kthehet sërish për të marrë pjesë në protestën e së premtes. Rezultati 11 majit ka tronditur edhe anëtarët e koalicionit për Shqipërinë Madhështore, ndaj aleati PD Arjan Starova tha për MCN se opozita duhet të bojkotojë parlamentin. Tani detyra kryesore është të faktohet vjedhja pranë kancelarive ndërkombëtare ose aktorëve të rëndësishëm, të presim dhe reagimin e tyre. Disa reagime u dhanë, po janë protokollare, sepse në samite të tilla natyrisht, kur ka ndodhur zgjedhje, vjen një kryeminist, çfarë do thotë? Nuk do i thotë urime, sigurisht do i thotë. Por mos harrojmë që vlerësimet janë institucionale, kemi një parlament evropian dhe nga ana tjetër pra Brukseli, por kemi edhe Washington. Për mua qofse zgjedhjet janë tilla, nuk duhet të njohën, të njihen, dhe as nuk duhet të hyet në parlament fare. Nga ana tjetër për Partinë Demokratike 2019 ku dogjen mandatet, është një gabim i cili nuk mendohet të përsëritet më, ndaj e ka fokusuar betejën e saj në dokumentimin dhe denoncimin e parregullsive zgjedhore. Kryetari i Këshillit Kombëtar Edi Paloka denoncoi presionin e bërë ndaj një qytetari i cili kishte denoncuar një rast të krimit zgjedhor. Mbas daljes së saj videoje, dije, në vendin e tij të punës, pra aty ku qëndron për të punuar taksi, i kanë vajtur 2 persona që e kanë kërcënuar. Fjalët kanë qenë çfarë i ke bërë vetes me atë që ke nxjerr. Do ta shohë ç'do të bëjmë. Rama mund të bëhet mbret, mund të blej të tremb dhe të blej shumicën e shqiptarëve, po ta harroj se mund të luajë me demokratët. Drejtuesi politik i PD për Dibrën Xhelal Mziu, në një intervistë për MCN, tha se masakra elektorale e pretenduar prej tyre ndodhi 3 ditët e fundit të zgjedhjeve. Megjithatë, krahas denoncimeve, ai tha se ka nevojë edhe për një analizë të brendshme të Partisë Demokratike. Tani kur e imagjinoj më duket si një ëndër se si ka mundësi e gjithë fushata elektorale shkon deri 3 ditë të fundit në një situatë normaliteti dhe pastaj duket sikur ka rënë një tsunam dhe e ndryshon gjithë atë trendin dhe presionin dhe njerëzit ndjeshin totalisht kërcënuar. Themi që kemi qenë, po themi, në lartësinë 100% të angazhimit, këtë nuk mund ta them edhe unë, mund të kem patur mundësi edhe më shumë për ta shfrytzuar, po themi, atë post që unë kisha. Dhe ndërkohë mund të ketë të tjerë, absolutisht, kjo nuk do të thotë që nuk kemi barrën e fajt për këtë çështje. Absolutisht dhe në këtë drejtim do të reflektohet, por në finale fundit nuk është, po themi, personi përgjes atij që i kanë vjedhur atë lopën. Besoj që ai që hajduti është personi që duhet shkojë përpara drejtësisë. Ndërkohë që protestën e të premtes në orën 17 e cilësoi të nevojshme për të ndërgjegjësuar ndërkombëtarët, të cilët kryeministri Rama kërkon të thotë se çdo gjë në Shqipëri është në rregull.